Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shule. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi që datës 26 tetor 2025. Jemi në ditën e Diellit. Vazhdojmë që të jemi në ndikimin e këndit negativ midis Diellit dhe Plutonit, dhe duke qenë se sot Dielli është drejtuesi kësaj dite, do ta ndijmë edhe më tepër. Ky kënd krijon edhe një farë pasigurie dhe frike, do na shpirë edhe në veprime vërtet shumë erratike dhe në reagime të cilat mund të dëmtojnë në mënyrë të dukshme si marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, po ashtu edhe të na prishin vërtet shumë punë dhe të shkaktojnë dëme materiale. Këshilla për gjatë kësaj dite të jemi të kontrolluar, sepse mund të përballemi me të papriturat, të fokusohemi tek zgjidhja, jo tek burimi i problemit. Për më tepër, në qoftë se gjatë kësaj dite nuk i shmangemi kësaj frike dhe këtij ankthi që ndjejmë, po përballemi me të, do të mund të marrim edhe mësime vërtet shumë të vëra. Kemi mundësi që edhe të shërojmë plagë vërtet shumë të vjetra. Të demoralizohem shumë shpejt dhe mund të na duket sikur fati punon kundër nesh, por të mos harrojmë që gjithçka është në mendjen tonë. Jemi shumë të ndjeshëm në këto momente. Por këtë ndjeshmëri mund ta kanalizojmë edhe diku tjetër. Tek empatia, të mirëkuptojmë më tepër njëri tjetrin. Është një ditë e diel dhe për fat të mirë kemi mundësi që të shplodhemi, të mos harrojmë si gjithmonë që të përgatitemi edhe për javën në vazhdim. Do të jetë një javë shumë e ngjeshur, prandaj edhe të jemi të programuar do të na bëjë vërtet shumë mirë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.